101 zënja zotrinj, ora në këtë momente është 22:52 është e premte dhe ne jemi live si çdo të martë të mërkurë në orën 10 dhe të premte në orën 9 darkës. Të gjithë ju që thoni mos erdhëm vonë, ja, futeni te zonë e lirë në YouTube dhe keni atje emisionit e plotë. Dhe tani live dhe pasi të mbaroj live-in në MCN. Jam në studio me Evis Nuren Shkurt Evi, që ka ardhur nga Zvicra dhe është pjesë e protestës, është influencere, por në fakt me profesion menaxher, hotel management, në Zvicër, në Bern, jam me Sebastian Zonjën, gazetar në MCN TV, Gazetar Plus, dhe me Marsit Gupin, avokat penalist. E kam thënë një ratë, nuk e themi gjithmonë, e thash fillim, herë në ditë thuhet vetëm gjysma. Ishte i nati vjen kurse ashtu. Shkemo burë e them fillimun ato. Pa mëra, se kam çështë batutë. Prandaj se thash shive kur ta shtoj vet. Se vi. Ore me që la fjala, protesta vazhdon këto momente? Tani është marshimi. Plase fabulën le dio, di këto plasësh. Do ta them unë tani një sekond. Se kishim 3 fabula për arsye kohe, vlla. Mbretin. Po, bravo, mbretin. Plasë mbretin le. Kjo është një histori e paparë, në fakt. Është një arkitekt shumë i njohur me emrin De Graaf. Me 2A, De Graaf. Emrin e harrova. Do të jetë arkitekt ose hollandez, sebi ose hollandez është, po. Si shpjegohet gjithçka nga Hollanda, BV, arkitekt BV, i ke pa ato BV? Po BV janë ato kompanitë. Kuptoj, si që thunë limit e diability në Amerikë. Ata e kanë BV. Ata e kanë BV, po. Shoqëri përmirësi kufizuar. Gjithandej ka vetëm BV, ku doj të shikosh, po do një aferë shit BV, vlla. Vap është e sigurt. Është shmënduri, vlla. Janë, unë këtë disë janë onshore, më ka thënë. Jo offshore. Pra janë BV, të ngatrohen tani, ku normalisht ti je atje, po nuk duket emri. Po, anonimate. Se bi tani, ky hollandez i famshëm, vlla, që Ledio do e nxjerri tani. Hollandezësh. Hollandez? Po. Që quhet emrin e ka De Graaf. Reiner De Graaf. Reine. Ja, ky është. Reine De Graaf. Ky ka çuar një letër dhe Rama e ka botuar te libri vet, është diku te faqja 500. Te libri? Po, ka një libër që botoi kryeministri. Kur e botoi se ka kohë që ka botuar librin? Jo, ka libër të ri. Ky është libri që kryeministri ka një vizion për Shqipërinë. Mos është kjo The Albanian Files, no? Ja, The Albanian. E ka gjetë bukur titullin? Po sigurisht dhe si se përkthim në shqip The Albanian Files? Dosja shqiptare. Dosja shqiptare. Po e botoi, ka botuar? Po, është edhe hard copy dhe PDF e gjen. Është një risi e jashtëzakonshme në të gjithë botën. Cila? Botimi i këtij libri. Pse? Sepse pritet që në Afrikë dhe në Amerikën Latine të gjithë të marrin shembull dhe të të mbledhin grupe ekspertësh që të gjitha këto vende të modernizohen dhe të bëhen pjesë e unioneve të rëndësishme si Unioni Evropian, Shteti 52 i 53 Amerikan, me botimet e librave që bëjnë presidentët dhe kryeministrët e këtyre vendeve. Edhe ato po bëjnë gati stafet e tyre, për shembull në Nigeri, në Çad, në Uruguay, në Republikën Dominikane, kryeministrat e këtyre vendeve kanë marrë grupe ekspertësh, po i paguajnë mirë, edhe i kanë thënë, na thoni se si botojmë dhe ne një libër, edhe ky libri të rregulloj të gjitha problemet që ka vendi. Pra ti thua është avangard Ramsi? Është avangard. Për shembull, dhe e thash dhe pak më herët, për shembull ne i mbushëm mendjen, unë di raste, kam lexuar, unë nuk e kam jetuar kohën e Enverit, por di për shembull komunistë në Francë, që ishin të bindur që në Shqipëri ishte vendi ku komunizmi ishte ndërtuar ashtu si duhej. Di komunistë në Çeki, për shembull, cilët besonin që komunizmi ishte ndërtuar ashtu si duhej. Tani Rama ka botuar këtë librin. The Albanian Files. Dhe te ky libri tani janë dhe disa letra. Te këto letrat, De Graafi i çon një letër dhe i thot, është mirë thot për ne si arkitekt. Ja, kemi, mund ta lexosh se bitë lutem? Po, me që ti. Është në shqip. Jo, këtu është çik larg let, jo. Ajo është në anglisht faktikisht. Jo, kjo është në shqip. Nuk e them këtë lehtësisht, domethënë se është mbi emër. Nuk e them këtë lehtë, po. Jo, nuk e them këtë lehtësisht, sepse duhet të jetë mbi emër. Domethënë përkthimi duhet
Përkthimi mund të jetë bërë me AI, besoj, por duhet lehtësisht. Me shënë si kama, po kuptohet ajo, nuk e them. Por për ne arkitektët, është grupi arkitektëve që... Jo, po mos komentoj tani, vetëm lexohet për informacion për njerëz. Do t'ishte më mirë që zgjedhjet e ardhshme thjesht të anuloheshin. Dhe ky ka seriozisht, nuk po tallet apo. Është letër publike. Madje do shkoja një hap më tej, duke pasur parasysh statusin e qëndrueshëm të Shqipërisë si një patron i ndriçuar i arkitekturës, profesioni ynë do të përfitonte shumë nëse vendi nuk do të kishte kurrë zgjedhje të tjera, dhe nëse ju, pas mandatit tuaj të 5 të radhazi si kryeministër, do të vazhdonit si president për jetë, ndoshta edhe mbret. I thot De Graaf. René De Graaf, arkitekt i njohur. Po, arkitekt holandez ose jo, ne nuk e dimë është i njohur apo jo. Është i njohur, është me të vërtetë. Është i njohur. Është me të vërtetë. Ja thot Ramës letrën e tij. Po, ja thot seriozisht. Kjo është letër diku te faqja 540 ose 500. Pra, ndërkohë që ne këtu në studio, unë dhe pastaj edhe ju tjerët më keni mbështetur, ose më keni thënë jo. Ne kemi kaq kohë që themi, unë i them atij trosh duhet të bëhesh një farë mënyrë mbret de facto, valla, që s'u bëhesh dot mbret de juro. Kemi vite. Pra, ky është i vonuar apo jo? Sa kohë kam unë mos e që ja them. E mbam që kemi bërë temë në studio. Prandaj kemi quajtur, prandaj e quajmë dhe Ramsi 1, Ramsi 2, Ramsi 3. Ramsesi, Faraoni, Ramsi. Pra ky e thot tani, unë për të mund të jem vërse i gëzuar sepse shoh që idetë e mia janë për hapur në Holland. Kemi një arkitekt holandez që ja thot trosh valla. Po trosh se kaq nuk ka. Po, bëhem mbret, është e vërtetë. Një sekondë. Jo, pritani se kjo është info. Tani pyetja, Marsid. Po. Çfarë do më shumë ky njeri, valla? Ka këtu brenda ka një emision, Zonë e Liri, që ka kaq vite që ja thot zotri, bëu mbret se ndryshe do të han kokën. Po. Merr gjërat në dorë. Hiqi këto formalitetet ligjore. Hiqi zgjedhjet budalliqet. Zgjedhjet që e dim që janë, te tani kod janë. Ata që dalin kundër shtypi me këmbë. Po. Liderat europian i ke me vete, se ata e duan një Shqipëri stabile. Shqipërinë e trajton sikur ke pronë tënde. Ta bëj principat trashëgueshme apo si ta ndryshoj? Edhe një herë, ajo është gjë tjetër, të lutem se nuk kemi kohë të vemi deri atje. Dakor. E pa një të bëhet ky, pastaj e zgjidhim tjetrën. Atëre përhapja e kësaj ideje, Marsit. Tani këtu jam serioz. Shumë pozitive. Ky dhe ky e bukur është që e riboton vetë Thasebi, e ka ribotuar letrën e këtij. E libri vet. Kjo çdo thot. Në një lloj forme, pavarësisht se duket. Çfarë po na fon pra? Po pra, pavarësisht se duket sikur është kështu një kompliment i egzageruar që i bën qefin. Ai thot anulloj zgjedhjet. Po pra, po. Në thelb gjë atë që ne kemi vite që e themi këtu në emisionin Zonë e Lirë. Që mos bëjmë sikur, po le të jetë gjë reale, pra të bien maskat, bien. Është hipokrizia, gjithë kjo që është bërë deri tani. Unë jam me ju dëgjoj. Tani ka vënë dysheta, i thot pak ju. Tani ka vëlluar stilet pak si. Po duhet, unë them që duhet ta shtoj më shumë akoma. Po më dali totalisht në vete. Dali totalisht, ta hiqë rolin, dali personazhi real që është. Ore të burgosi njerëz që bëjnë të protestën për shkak të asë diskutohet. Organizatorët minimalisht do trembet gjithë do ikin. Po. Jepi Marsit, jepi. Organizatorët që i dalin kundër, po t'i fusin burg, kriminalet që nuk i sjedhin vota t'i fusin burg, t'jenë ata të para që tradhtohen, biznesmenit që kur marrin leje nuk e çojnë pjesën, t'i ndaloj leje, t'i ndaloj ndërtime, t'i ndaloj çdo gjë tjetër, t'i fusin ata në burg, gjyqtarët ose prokurorët që s'japin vendimin që do ai t'i preashtojë, t'i nxjerrë nga sistemi, të bëjë gjithçka ku dëgjon në universitetet që s'japin bursa për forumin rinor socialist, mos i lejojmë të ekzistojnë, të bëjë çdo gjë që sot e bën me sikur, pra që gjen kod lodhe, gjej formalitete, sikur ku dëgjon për shembull del flet të zem dikush protest, mundoj të gjej ku dëgjon ky ka qenë këtu, ka qenë atje. Dilmë tamam sade. Pse fole kundër meje, arrestoje. Bëj stop mbaj këtu. Sebi, mund ta lexosh i fillimin lart fare vëlla? Se ajo që ka thënë më lart, shpjegon atij lexove ti. Profesioni ynë se si explik cela. Lexohesh çik atë lart. Profesioni ynë historikisht varet nga patronazhi politik. Dhe disa mendime të zymta më kanë kaluar në përkok kohët e fundit. Çfarë do të ndodhë nëse socialistët nuk i fitojnë zgjedhjet? A do të mbaroj papritur kjo mek e arkitekturës bashkohore? A do të thahet papritur një pune në duke i pashtershëm? A mund të duhet që ushtria e armi t'i lëshoj armët aq shpejt sa u mobilizua? Çfarë perle? Shtron një përpytje. Çfarë perle? Por Rama nuk ka më zhvillim arkitektonik në Shqipëri. Dana tani se ka dhe më shumë, sa ai thot padroni një moment saktuar. Ledio, hape që ka të letrën? Prisë e kam dhe unë këtu. Hape që i letrën, se është gjë më e bukur. Thot profesioni jonë është i varur nga patronazhi politik. Autokracia po fiton me shpejtësi të rënë si forma përfundimtare e qeverisjes së shekullit të 21.
shpresat për një alternativë produktive po shkatrohen çdo ditë. Duket se po dëshmojmë fundin e fundit të historisë. Në këtë kontekst, lutja ime është aq e thjeshtë sa edhe e drejtë për drejtë. Në një botë autokracish, a mund të kemi një autokrat dashamirës dhe me shije? Kaq morë është, kaq, po është momenti. Është momenti tani që ta plasim ky mërbur. E vetmja zgjidhje që ta shojë dhe protestën. Është dhe me shije, po. Është edhe e vetmja zgjidhje që të shojë protestën. Që ta flenë mirë njëri mirë, mos dalin më. Unë u bëra mbret, s'rrëzohem më, kam legjitimitet absolut. Se shiko, unë kam seriozisht orë, se ka dhe një fjali të fundit. Ka dhe një fjali të fundit që është shumë e rëndësishme. Ale jo. Që thot, e di që ajo që po kërkoj nga ju, nuk është një sakrificë e vogël, por me rëndësi të madhe. Shpresoj se ta merrim në konsiderat. Po të lexova të ngjarjet më të historike po zhvillohen ndërsa flasim autokracia, lexove septi apo jo. Tani Platoni, se për të hyrë pak Marsit në këtë fushën e tij se e një më mirë se. Le të nxjerrë atë fabulën, atë drejt ka shenë në ekran. Platoni në thelb tek kur sheh natyrën se si e ndërton Republikën, ai kërkon gjithmonë një autokrat të ndritur. E kërkon gjithmonë. Është ai mbreti filozof. Dyshimet dhe dallimet tashmë nisin në formën se si ai e ndërton qytetin, për shembull me sa pyetjet që bëhen gjithmonë, me sa veta ndërtohet qyteti, duhet rroba qepsi, duhet rojtari, duhet mjeku, duhet gjitha. Kur flet për të ndriturin, ka dy pyetje që shtrohen. Duhet të jetë estet i madh apo duhet të jetë ligjvënës i madh? Tani duhet parë, Rama ai plotson të dyja, për shembull, estet i madh, e një estetikën mirë, arkitekti ja jep këtë lloj qasje. Në krahun tjetër, po ta shohim edhe filozofikisht, po ta marrim te Platoni tek mbreti filozof, a është ligjvënës i madh? Ky thot unë vetëm unë ju çojmë beje. Po që të shkosh drejt Bashkimit Evropian duhet të jesh dhe ligjvënës i madh, si Likurgu për shembull, duhet të kesh si thua kthjellësinë e Perikliut. Duhet të kesh në një lloj mënyre duhet të kesh qartësinë e madhe të një Odiseu që bën një udhtim të gjatë, shkon dhe ndjek aventura të ndryshme, por pastaj gjithmonë kthehesh në atë si sovranist. Dhe kur Odiseu kthye në Itak, po ta shohësh me kujdes, Argos ishte qeni i vet i parë që e njohu. Dhe këtu në gjykimin tim, Rama kur të kthehet nga hyrja në Bashkimin Evropian, që kthehet si një autokrat i madh me shije, ne do arrim në një lloj mënyre të shohim tek ai mbretin filozof. Do arrim që të shohim tek ai një qasje që, si thua, edhe Helenët e kishin ëndër për ta parë Perikliu. Kur sheh që vjen më tutje, që sheh Glaukun dhe të gjithë mbretërit i lirë, ky do t'i përjetësoj ato, i përjetëson estetikisht të gjithë ata. Lexon epin e Gilgameshit dhe sheh se si në Uruk kishte ndeshje për sa i përket metafizikës, përjetësisë e çdo lloj gjëje tjetër. E ka arritur këtë lloj gjëje. Ai u nis në fund të botës për sa i përket konfliktit që kishte tek epi i Gilgameshit, për të kërkuar një pyetje të thjeshtë, pse vdesim? Ma e ka kuptuar është gjithçka estetike, ja ku i ketë gjithë arkitektët që i mbledh. Vetëm kësaj estetike të nivelit të lartë, kryeministri që ne kemi sot, me thënë të drejtën, ka arritur të ndërtojë networkun më të madh të mundshëm. Kryeministri ka kuptuar një gjë në gjykimin tim, si piktor që është dhe ka kolorite mjaft mira, ka arritur të kuptojë që nga zullumi i madh dhe nga llumi i madh të shpëtojnë ngjyrat, të shpëton koloriti, të shpëton estetika e lartë. Ai nuk është prift që të merret me etikën, nuk merret me të mirën dhe me të keqen. Nuk flet ai kjo është e mirë, kjo është e keqe. Ai merret vetëm me të bukurën. Dhe deri diku, me aq sa unë kam parë në për intervista të ndryshme kryeministrin, mendoj se ai është me atë tezën e madhe që deri diku e ka dhe një nga shkrimtarët genial të shekullit të shkuar, Fjodor Dostojevski. E bukura do e shpëtoj botën. E thon nga antikiteti deri më sot. Domethënë po të shohësh me kujdes tek të gjithë librat e Platonit, tek të gjithë librat e Aristotelit, tek Euripidi, tek Sofokliu e të gjitha këto. Gjithë debati në Greqi ngjan që është në Greqinë e lashtë, është fati i pashmangshëm. Ky është debati. Domethënë është debat shumë i madh, fati i pashmangshëm. Dhe në këtë kuptim unë mendoj se kryeministri i ka dhënë përgjigje. Ka fatin e pashmangshëm për të bërë autokrat. Dhe për të bërë autokrat dhe për ta qeverisur këtë vend gjatë, vetëm me shijen e tij.
Ja kërkon dhe grafi këtë lloj gjëje. Merr të gjithë veprën e Euripidit, merr të gjithë veprën e Sofokliut, merr të gjithë këto vepra të antikitetit. Shko tek antikiteti më i hershëm, kemi epin e Gilgameshit që thash. Po shko edhe më tej, gjej disa kinezë të lashtë, gjej filozofinë evropiane kontinentale, shko te filozofia analitike. Në fund fare të gjithë janë në kërkim të një autokrati sot. Po të një autokrati të ndritur dhe me shije, e kërkojnë këtë autokratin. Nuk është se e duan shumë dhunën, të thuash të drejtën. Prandaj çohen protest. Një pjesë do të mbushi barkun, një pjesë shumë e madhe do të mbushi barkun. Një pjesë nuk do të mbushi barkun, por do të jetoj pak më mirë. Një pjesë mendon se është shumë intelektuale e zgjuar etj. Kryeministri i përmbush gjitha këto. Për shembull, sjell lek nga Dubai, sjell lek nga Katari, sjell lek nga amerikanët për më tepër, sjell lek nga Evropa, na fut në Bashkimin Evropian. Pra, shumica e atyre që duan thjesht mbushin barkun, edhe ato në një lloj kuptimi, ato janë si thua, e arrin qëllimin e tyre. Intelektualët, ato që jetojnë për idenë, për konceptin, për estetikën, e kanë, e thonë. Evi, pas kësaj tirade të papar dhe të pazakon që bëri Sebastiani, a nuk i vjen turp që keni dalë në protest për të përmbysur një njeri si ky që kemi? Tani, ne si qytetarë të thjesht kemi dalë aty. Çështja jonë ka qenë natyra, Shqipëria. E di, po pas kësaj që dëgjova nga Sebi, pas gjithë kësaj tirade. Kjo është për ne kryesore. Tani, kjo që ne të arrim që të krijojmë një lloj zhurme, një lloj jo zhurme në kuptimin e keq fjalës, kuptimin që të kemi një lloj vëmendje nga bota ose të kemi një lloj sensibilizimi të. Pasi dëgjova Sebin sot, Evi, më thuaj të vërtetën. E kërkon moderoheqjen e Ramsit apo jo? Patjetër që po. Pra nuk të mbush mendjen Sebi fare. Por, sepse ndoshta ai përmendi pjesën estetike, por do të përmendi dhe thelbin e gjërave, sepse vërtet janë rregulluar shumë nga jashtë, po ato kur dalin te dera poshtë kanë kanalit, kanë të hapura ato. Ka problem lanën. Ka gjëra të tjera dhe më të thella se pjesa e. Po thasë isha vetëm unë që flisë për fekalet, shikon pas ka dhe njerëz nga Zvicra që kanë kuptuar këto gjëra. Që këtu plasin uret e zeza. Uret e zeza në plazhet, nga ti shef ndërsa luksoze, po ndërkohë shef anë tjetër uret e zeza, domethënë ke një lloj. Sa ta ka rëndësi, ç'na duhet për mbajtja? Forma është e rëndësishme. Ekstremi. Tani mirë është që domethënë të vijnë të dyja të ecin gjërat paralelisht, që dhe zhvillimi i Shqipërisë, ne të gjithë duam që të jenë dhe anë e bukur, se kjo pjesë e bukur në normal që na pëlqen, por që mos të pak të ketë rregullime edhe nga pjesa e natyrës, mos kemi probleme që na krijojnë. Po tani në Zvërnes, aty në Nart. Ja, çfarë si konkret? Pastaj që tha Sebi, nuk të vjen keq që ai mos e bëjnë jetë atë projekt që ka atje. Me vila pafunde me gjëra kështu për të jetuar të pasurit. Të jetojnë të pasurin këtë vend, nëse ky nuk ndërton ku. E keni menduar ku? Me popullin do jetojnë të pasurit. Po se qau ky hallet. Po se qau ky hallet. Por e prandaj them unë, mos si nuk mendon njëri për të pasurin këtë vend. Ky mendon. Po është i vetmi që mendon, edhe unë mendoj shumë për të pasur. E peqen vjen keq e pasër për të pasur. Po ty ka keq dhe. Sa ata kanë hallet të vërteta. Po. Prandaj po them Evi. Tani Evi ka studiuar menaxhim dhe biznes. Jo, pyeta se lutem, mos e baracionale bisedën, please, lutem. Të lutem, të rrimë këtë regjistrin tënd. Shumë njerëz të morën seriozisht kur folet. Po ta them të që ta dish, mos çuditesh pastaj që thonë ose Sebi çapate. Kujdes. Evi, a nuk të vjen keq pasaj gjithë ti përshkrimi që bëri Sebi, që e kapi bëri një përshkrim global të papar. Dakor? Nuk të vjen keq që ai mos zërtoi atje në Zvërnes për ca flamingo më, edhe për ca flamingo më. Tani unë shpresoj që ky projekt anullohet. Ma kjo s'pjot fare kjo. Unë dhe mu t'i qaj këtu, kjo prapë është e ftohtë. Është Zviceran e ftohtë, jo thot anullohet. Shpresoj që kjo është edhe qëllimi, domethënë gjurdar kanë dalë protest, nuk është se. Pra nuk e tërheqen brapa. Kjo është një nga qëllimi kryesore ka qenë natyra. Dhe Moj Evi, a ke menduar që nëse ai bën këtë që tani është gati, ka arritur është gati ai. Një hap i duhet, por do bën mbret këtë që i ka thënë ky arkitekti hollandez. Një hap. A ke menduar ku do shkosh më Evi, ku do futesh kokën më? Po ka hotelin në Zvicër. Po dale më një sekondë, ai po u bën mbret ai, vlla, kjo shqiptare është. Ja gjen anën në Zvicër. Po është mbreti shqiptarëve ai. Nuk është mbreti i Shqipërisë. Ja gjen anën në Zvicër. Po me siguri do ketë një biznes në Shqipëri, Evi. Po jo, ai pagzohet si turiste ose si një Po nëse ai bëhet mbret, ti do kthesh në Shqipëri me që kishe plan me burrin. Unë vi për arsye, ku e di, unë patriotike ose të brendshme. Po nëse ai bëhet mbret vërtet moj. Edhe i thotë jo, gjithë njerëzit i kundërshtojnë, madje përdor dhe forcën kundër tyre. Ca i fut në burg, ca i e qafe, nuk ka rëndësi fare.
Ti do vish në Shqipëri apo jo? Për faktin që ai ishte i ndritur, pra bën këto gjëra me këta arkitektët. Kjo është pyetja ime. Arsye pse do vjen në Shqipëri unë, s'do ishte kryeministri apo mbreti, do ishte arsye lidhja që me Shqipërinë. Kështu që unë do mundohem prapë të vi një protestë të radhës, do ishte kundra mbretit. Ose këtë protestë po them. Ose kundra dikujt tjetër që bën diçka jo të mirë për Shqipërinë, kështu që unë do vija gjithsesi prapë, do bëhet një gjë po bëj tani. Tani inshallah pra nuk ka frikë. Do arrin deri një farë s'ka frikë. Është guximtare. Është guximtare. Jam guximtare sepse më vjen mirë për të pjesë, nuk kam me përfshirë ndoshta sepse po tisha në Shqipëri ndoshta të kisha një lloj pune, një lloj profesioni që mlitet kam përshtypjen me pjesën e qeverisë apo që kam drejt për drejt lidhje me qeverinë, unë me siguri do flisja ndryshe, domethënë, sepse e di që shumica e njerëzve kanë po kjo që thot Evi është e vërtet, sepse në një kuadër është rezistenca përballë pushtetit çam. Të mendosh se me 28 ditë rrëzon nga pushteti një person që ka 28 vjet, kjo situash është paksa imagjinare. Pra 28 ditë protest, nuk rrëzojnë dot një person që ka 28 vjet në pushtet. Po sigurisht që jo. Kështu që në këtë kuptim, kjo që thot Evi që unë do të jem aty, kundër çdo kujt i cili do të thotë që unë jam despot, mbret etj. Njerëzit mund ndajnë mendime nga më të ndryshmet. Kjo që thot Evi tregon që protesta është strukturuar në formën e saj të rezistencës dhe kjo rezistencë është përballë një pushteti. Dhe një herë për ta përsëritur, dita 28 e protestës, përballë një personi që ka 28 vjet në pushtet, që nga viti 98 si ministër dhe nuk ka humbur më. Është ministër, kryetar bashkie, kryeministër. Nuk është e thjesht që të merresh me një person. Sebi më thon, mua më vjen kaq shumë për të qeshur thot, por nuk po arrit të kuptoj thot, sepse nuk e kuptoj dot Sebin her pas here. A është duke folur seriozisht apo jo? Dhe më çoni të qeshur. Pastaj thot gjithsesi, kjo është perla. Gjithsesi thot, këtë vend do të shpëtoj Lulbash. Me kështu e mbyll. Dgjoj, unë them ta mbyllim sepse është ora 1 e çerek. Evi falenderoj jashtëmase që më erdhi në studio. Bas do kemi rast të takohemi sërish, që s'do kesh ndonjë gjë për të thënë, me shumë dëshirë, por të vishë edhe tjetër mundohet të më vishë të marrësh dhe influencerat tjera nëse njeh. Po patjetër. Patjetër, pse jo? Dhe jo vetëm shqiptare, nëse ke të huaj. Po. Do shohim kur do herën tjetër se do organizojmë. Kontaktet i ke me Sebin apo jo? Po. Bukur. Marsit, falenderoj që më erdhe. Kënaqësi si gjithmonë. Seb, kënaqësi. Ora në këtë moment është 23:14 minuta. Le ta mbyllim si zakonisht dhe Evi, për herë të parë ta ketë në arkivin e vet. Ta mbyllim, fjalët nga ndonjëherë janë të tepërta, heshtja flet më shumë. Corruption is not bad.